Sigurisht që unë pres që të ketë debat midis teje, Marsit edhe Flogerti sot, sepse mendoj që ja vlen të ketë debat. Sigurisht debatin këtë studio është i nivelit lartë, nuk ka asnjë goditje poshtë brezit, sepse ju jeni për të gjithave dhe miq në jetën e përditshme, por kur vjen puna për idet dhe për parimet tuaja, sigurisht ju nuk bëni mbrapa dhe për këtë duhen respektuar. Ndërkohë gjithashtu dhe Sebastiani, i cili në çdo moment është i papritur dhe që mund të përplaset qoftë majtas, qoftë djathtas me gjëra që si pëlqejnë dhe kjo dhe është veçantia e Sebastianit. Po e filloj nga Flogerti. Flogert, Zoti Rama ka folur shumë, pra përveç se ka folur, përdes se ka përmendur kote tani, dia par dia Autik kërkoi dhe falje, ka thënë Autik në një kontekst që unë e bindur ka thënë nuk ka menduar, le ta them vetë i pari këtë gjë për të qenë korrekt. S'ka menduar fare për të fyer që do fyeshin Autikën, cilët se thuash që është një sindrom e cila sigurisht bën të vuajnë shumë familje në Shqipëri. Numrin e saktë të tyre neve nuk e dim patikisht, sepse nuk ka të dhëna, pasi jo çdo familje deklaron fëmijën e vet ose të afërmin e vet autik, po me siguri duhet të jenë shumë. E megjithatë, Rama bëri një falje dje. Djem duke se e bëri, po. Bëri një falje, tham fali, atje ku në fakt askush se priste është që me njerë pasi tha më fali ta se nuk kam dash të fyje, po gjithsesi kërkoj një falje. Tha qeveria ime tha në mandatin tjetër tha do ketë kaq lek për ju. Atje u fyen më shumë familjet e këtyre. I vrau dy herë. Në një farë mënyre. Ani pa dashur të bëjmë gjyqin Ramën këtu sot Flogert, duke përmbledhur të gjitha, pra Autik, Çyryk, etj që i ka thënë gjysmës burrave kështu. Nuk po futu termin buf edhe kënec, sepse për mua ato nuk janë fyerje. Ato janë shprehje popullore. Janë shprehje popullore që ai i përdor dhe me thënë drejtën kurse i përdor dhe keq, i godet në momentet e caktuara. Për shembull, doktori duam ne i ngjan bufit, i cili është një shpend shumë i bukur, do të thënë, i ngjan pa nga hunda, nga pjesa e hundës dhe nga pjesa e syve. Dhe Rama është një mjeshtër i papar, e ka të lindur këtë parcialin për të asociuar njerëzit me kafshët. Që kur uleshin dikur para shumë kohësh bashk, e kishte zakon për shembull, vinte Marsiti. Thoshte po vjen Marsiti për shembull. Erdhi që ka piku, fap kot po them. Po vjen Flogerti. Erdhi plumbi bardh. Pra gjente gjithmonë një kafsh, po vjen se po vjen Çani. Po më kishte vënë mua një gjë, më kishte vënë appendix. Më quante appendix sepse rastisi fiksi unë hoqja njëra apendicitin. Dhe ai e shkoi te appendix. Edhe më thoshte gjithmonë appendix, kjo s'ka lidhje me kafshët, po çon si ka pra. Gjente çka që patjetër që ta asocioj me dikë, e ka me të gjithë dynjan këtë punë. Kësa radhe me sa duket në fushatën e tij të sa i bie, e 4 tash kjo apo jo? Po. Kësa radhe me sa duket e vuri në jetë vlla. Tha kundërshtarët e mi, unë do t'i asocioj me një kafshë dhe e bëri. Doktorit i tha buf, nuk e di tani, do më kujtosh Flogert se çfarë kafshësh i kanë këtyre të tjerëve, se i kanë nxjerrë në një klip disa kafshë. Pastaj të gjithë skuadrës doktorit, le të themi, ju ka vënë nga një emërtesë që kanë të bëjnë me shpendët që jetojnë në knet. Edhe me insekte. Edhe me insekte. Ka pas insekte. Ka Albana Vokshi si hardhuc, me sy bëjqell, ka muri... Se ajo nuk u bë shumë virale ajo. Po nuk është bërë shumë virale, ka mbet vetëm te buf. Ka bërë dhe tik lapajn. Edhe tikun e ka bërë dhe tikun, ka një kategori që është doktori tiku, pra doktori tiku dhe luli. Po bravo, është dhe vetëm me tikun është marrë nga gjithë ta të rinjt dhe të vegjlit. Këti ka thënë... Të gjithë një farë mënyrë ka krijuar atë kopshtin e vetë zoologjik me kënetën e që ai dhe është lëshuar duke thënë... Kënetën duhet thënë, besoj e ke dëgjuar dhe ti, nuk e di... Po ja ka marrë Trumpit. E ka marrë Trumpit. Do ta thajmë kënetën, po. Trumpi ka pas fjalën për pjesën e deep state. Si e thonë anglisht o Sebastian kënetës? Harrova, ja ta kujtoj. Se që një fjalë anglisht e portor të Trumpit gjatë fushatës, pra. është më shumë përshtatje, le të themi. Shram një gjë e tillë, kështu, është një gjë e tillë. Dhe ai ka pas fjalën për pjesën e deep state-it që nuk lëvizte më shumë vite dhe që i kishte bërë të amortizuar gjithë makinerinë shtetërore dhe i thoshte do thaj kënetët me fjalë do i pasqyroj gjitha çfarë bën këta po. Pra, interesante është që Rama ka marrë komplet komunikimin e Trumpit në një mënyrë narrative të Trumpit, ndërsa Berisha ka marrë në një farë mënyrë përveç disa ideve dhe tezave. Drain the swamp. Drain the swamp, ja. Swamp i thonë kënetës, po. Drain the swamp, thajmë kënetës. Ndërsa Berisha ka marrë
Se Rama e ka vënë kapelen gjithmonë, Berisha për të parë del me kapele, fatikisht. Nuk e ka të kuqe, e ka blu, nuk ka rëndësi. Pra, është çudi e madhe, pra, ky që merr Trumpin kur ishte në opozit, dhe Berisha, pra ky që i merr Trumpit në opozit narrativën, që është kryesor janë fakt, dhe Berisha që i merr Trumpit përveç lukut, i merr dhe këto, se thuash, programin që bëne. Programin. Kaq për këtë, kaq për atë, dhe fatikisht fokus të ekonomie, le të. Po do flasim për këto, do flasim për Berishën dhe Ramën pas pak, po unë duhet të kuptoj nga ty Flogerti, pastaj duhet të dëgjoj a kanë të njëjtën pikpamje me ty apo jo Sebastiani dhe Flogerti. Si ka mundësi që një njeri fitues, siç është Edi Rama, kur them fitues, prandaj kam punë thonjza, sepse nuk e di më, i mund të humbasi, mund mos kapi dot 70. Deri më sot. Po, problemi është si ka mundësi njëri fitues dhe të gjitha sondazhet, përfshi edhe këtë sondazhin ton këtu, që bëjmë këtu me sondazhin që bën Zonë e Lirë nëpërmjet Sanketës, Gjergjit, që e përshëndesim, do vitë të premte për sondazhin e tretë. Si ka mundësi që ky ka nevojë të shfryjë dhe të bullizojë kështu pra? Këtë ma shpjegon dot? Po. Pa dashur të futem në një analizë psikologjike, se nuk kemi ekspert. E para nuk mund të rri pa bullizu. Pa mos e thënë jo, pa unë nuk mund të rri pa thënë që ajo e autizmit dje ka qenë një gaf që bëri mirë që kërkoj falje, por ishte një gafë e rëndë, e dënueshme, e pafalshme. Nga ana tjetër, pse bën Rama këtë? Rama e ka qasje karakteriale këtë çan. Pra e ka në karakterin e tij që kur bën fushata elektorale, të mos merret me vizionin e tjetrit, por të merret me tjetrin. Dhe as e programin e tij. As e programin fare. Pra ne kujtojmë vitin 2017, mos gabofsha kur bullizonte gratë me mikrofone, më thash me gridare etj me radhë. Pra Rama nuk e ka për herë të parë këtë. Ke kishte marrësi për sumën, duket. Po. Nuk ka rëndësi, se mora thjesht një emër që më kujtua, por thelbi është që Rama e ka pjesë të karakterit të tij që e bën kështu. Tani pse e bën, unë kam një qëndrim dhe një opinion timin duke analizuar. Edi Rama, miku im, është mjeshtër për të tërhequr vallën. Pra ai është dirigjenti i gjithë fushatës elektorale që ndodh në Shqipëri. Pa krijon agjendat ai thua ti. Absolutisht, agjendën politike, mediatike, elektorale dikton Rama. Pra mjafton që Rama të flasi për Bashën dhe gjithë flasin për Bashën, edhe doktori. Pastaj Rama flet për, ku diun, Vrenozin, i turrën gjithë Vrenozin, shkon doktori takon Vrenozin. Pastaj Rama flet për, ku diun, Qyrykun, gjithë pas Qyrykut harrohet programi, harrohet kapelja, harrohet pensionisti, harrohet gjithçka nga ana opozitës, harrojnë për çfarë janë mbledhur dhe gjithë agjenda fokusohet aty. Dhe unë mendoj që qëllimi që Rama ka është që ta udhëheqë ai fushatën, të jetë ai që dikton agjendën, të jetë ai që t'i lërë të kuptoj, t'i argëtoj njerëzit, pra e ka kthyer nga një fushat klasike, normale, që palët politike dalin dhe thonë do bëjmë këtë, do rrisim këto, do bëjmë këtë reforme, mëse tash, Rama ka kaluar në një one-man show, ku spektatorët që janë doktori, Basha, tjetri, njëri hypën në skenë, tjetri zbret, pra zëvendësohen, po i vetmi që nuk ndryshon kur është Rama. Regjizori. Sepse ai është regjizori, personazhi kryesor, është gjithçka aty, edhe skenaristi dhe gjithçka. Po, ndoshta duhet shtuar fakti që këtë gjëja bën më të lehtë fakti që është kryeministër apo jo? Kjo gjëja bën më të lehtë fakti që kundërshtari ka rënë deri tani pre e provokimeve të Ramës. Berisha nuk po i përgjigjet. Tani ti shi mediat dhe njerëzit nuk ka filluar fushata zyrtare që janë pranë. Nëse Berisha vet nuk po i përgjigjet. Dakor, pra, po u mor Rama me Bashën. U kompleksua doktori, filloi të reagonte. E pyetëm dhe tha vetëm i përgjigje kaq. Dakor, pra, po njerëzit pranë Berishës. Në përgjithësi biem dakord që Berisha po ndjeki strategji tjetër. Berisha vet jo. Unë po flas, jam dakord. Berisha është Partia Demokratike. Jam dakord, por zërat opozitar që janë në një farë mënyrë mediat pranë tij. Bravo, amplifikatorët e mesazhit politik dhe debatit politik elektoral janë të fokusuar vetëm te kjo gjë. Siç për shembull mediat pranë Ramës janë të fokusuar tek bajdizimi i doktorit që ka ndodhur tani më. Pra karma politike që ka ndodhur. Do flasim për to, do flasim pastaj për. Okej. Sebastian, pra është strategji e qartë komunikimi për të udhëhequr agjendën. Kjo është qasja ime. Sebastian, ti si e mendon, çfarë nevoje ka Edi Rama që duke qenë se del fitues në çdo sondazh, asnjë sondazh nuk e nxjerr humbës fatikisht, mund të ekserate sondazhet gabojnë të gjitha, se merr vesh. Po këtë e themi kot se s'kemi asnjë të dhënë. Të dhënat që janë
e nxjerrin fitues. Çfarë nevoje ka ky njeri të bullizojë më? Parimi kryesor i një politikani dhe të gjithë e dimë është që të marrë sa më shumë vota. Kjo është e para. Tani Flogerti e fut në strategji, tani po marr atë strategjinë që thot Flogerti, ta shtjellojmë pak më shumë dhe po marrim dhe pasigurinë. Në një krah kemi pasigurinë. Pra një person i cili është në stres, Pra Rama ka frikë thua ti. në një person i cili është në stres e çon pak më tej fjalorin e tij. Pse? Stresi është partitë e vogla, stresi është vota e diasporës, stresi është spaku, sepse krimi nuk ka më të njëjtën liri si në 2021-shin. Në këtë aspekt, kur shohim të tre këto komponent dhe një frym të gjerë opozitare, pavarësisht se e kanalizon dot të gjithën PD-ja apo nuk e kanalizon dot, kjo krijon stres. Dhe ky lloj stresi, pagjumësie etj, sjell që ti edhe të gabosh rrugës. E kamuflon pastaj me propagandistët dhe thua ky është Trumpi, kjo është kjo, kjo është ajo, ja morëm, ja hoqëm Trumpit, bëm këtë. Kjo është çështje tjetër. Tani të kalojmë pak tek strategjia. E kuptoj strategjinë e komunikimit, pasi të dy punojmë në komunikim, që ti mundohesh të ndërtosh të gjithë narrativën dhe ta udhëheqësh të gjithë narrativën. Ku qëndron kjo lloj narrative? E para, kjo qëndron tek dekurajimi i votuesit. Nëse ti e kthen të gjithë fushatën në tallava, nëse ti e kthen të gjithë fushatën në kërcim, nëse ti nxjerr të gjithë ministrat të dalin dhe të hedhin vallet tek sheshi Skënderbej, nëse ty të bie teza e pasaportës evropiane pasi do të jenë pikrisht vendet evropiane që do të marrin votën, çfarë ndodh? Ti do që të kesh thjesht ata të cilët ti kontrollon me patronazhimin që i bën të gjithë situatës, që të shkojnë tek votimet. Sa më pak njerëz që të shkojnë për të votuar, aq më shumë mundësi ke ti që të fitosh. Sa më shumë njerëz shkojnë tek kutia e votimit, aq më shumë mundet që të faktorizohet opozita. Pra, fryma opozitare shprehet në sasi votash. Atëherë ti defaktorizon dhe ul të gjithë frymën e mundshme që mund të jetë të qytetarëve, pasi kjo është thjesht një kërcim, ky thjesht e ka të fituar, ky thjesht tallet me këtë, ky është bufi, ky s'merr vesh, ky ka shkaktuar në 97-ën, dhe në këtë kuptim ti e defaktorizon të gjithë emocionin publik. Është në drejtën e tij ta bëj apo jo? Sigurisht. Patjetër. Tani apo diskutojmë Ne tani po analizojmë. Tani pyetja është tjetër, çfarë ndodh? Është fshehja e problemeve reale. Ka Guy Debord, është një filozof francez, ka një vepër që thot një gjë shumë të thjeshtë. Si quhet? Guy Debord. Guy Debord. Po. Thot një gjë shumë bukur. Spektakli sot thot ka fshehur realitetin. Pra showbizi sot fsheh realitetin. Fsheh simptomat, fsheh dhimbjet, fsheh plagën e realitetit. Pra e bën thjesht një fshehje. Cili është realiteti me të cilin Rama përballet me votuesin? Realiteti me të cilin Rama përballet me votuesin është zëvendës kryeministri i cili ndodhet në azil. Kryebashkiaku i cili ndodhet në burg. Deputet të cilët ndodhen në burg. Drejtora drejtorisht të cilët nuk i di këto. Po pra, por në qoftë se i gjithë debati sot shkon që ky është me këtë problem, ky është me këtë lloj forme kafke. A mori Vrenozi, pse s'ka në Vrenozi? Pinte kafe. Në krahun tjetër, çfarë ndodh kur ne marrim atë që quhet në anglisht quhet në teorinë e komunikimit quhet straw man theory, teoria e pupacit apo e dordolecit. Çfarë ndodh me teorinë e dordolecit? Përzgjedhim tek kundërshtari, atë të cilin e kemi lehtësisht të mundshëm. Patjetër. Që do të thotë, dikur po ta shije me kujdes, kryeministri Edi Rama përzgjidhte në parlament njerëz të dobët brenda deputetëve, brenda Partisë Demokratike, dhe në fund fare e paraqiste veten kur arrinte që të bënte një speech, një fjalim shumë të mirë që ta mbante, e paraqiste veten sikur ky mundi kreun e PD-s apo sikur mundi dikë tjetër. Sepse siç bën dhe opozita ndaj Ramës. Edhe ata marrin X-in që është në hetim nga spaku dhe ja veshin Ramës duke goditur. Dhe ky çfarë bën? Merr kujtim Gjuzin edhe thot i kujtimi dhe Vrenozi janë opozita. Po pra. Sot arriti kulmin, sot tha Vrenozi do jetë një ditë në vend Saliut. Pra pas do marri Korçën, tha. Pas do në miting ai, do jetë dhe kreu i PD-s, tha. Dhe Vrenozi ishte mi sinqerti, tha. Sot kishte bërë një gzhut pa parë, kishte një përgjigje pa parë, nëse. Pastaj shkojmë tek Trumpi. Tu ka një problem me Trumpin. Trumpi është gjë tjetër, realiteti amerikan është komplet gjë tjetër, fjalimi i Trumpit është komplet gjë tjetër, merri të gjithë strategët e Trumpit janë komplet gjë tjetër. Të marrësh dhe të lexosh George Lakov që është i demokratëve, apo dikë tjetër i cili është nga republikanët. Dhe ta sjellësh në realitetin shqiptar është thjesht sjellje pa thelb.
Unë nuk e di çfarë thelbi mund të më thuash të më gjesh cili është thelbi i gjithë këtij muaji që është në fushat kryeministri, që po i thot qytetarëve, më votoni mua sepse unë do t'ju bëj diçka, apo do t'ju sjell diçka, apo do t'sjell njërisi. Ka njërisi? Që të mos i marrë marrësi diçko. Rama, unë po lexoj qëllimet e Ramës, si do e këshilloja unë e tjera me radhë janë një debat tjetër komplet. Rama, për mendimin tim, po luan dhe po bën një strategji shumë efikase. E ka të ndarë fushatën në dy rrafshe. Fushata pozitive dhe mesazhi pozitiv i Ramës është i fokusuar kryesisht në 80% ose më shumë tek pasaporta europiane. Dhe ju thot shqiptarëve, fermerëve, fshatarëve, të gjithëve. Pasaporta e eksotit. Prit, dakor, tjetër hesapa ju thot me Bashkimin Evropian thot që mbyllim negociatat dhe unë i kam networket për ta mundësuar pastaj dhe votimin që thua ti. Që vitin e parë, po e gjoja sot se na e do profesionin neve t'i gjojmë gjitha palët, do të them dhe doktorin çfarë tha, që vitin e parë tha 300 milion vinë direkt këtu. 1 miliard të rësen. Jo, 300 milion vetëm për fshatin. Qatë. Dhe tha, kini parasysh ta, që do ketë polic europian, tha, nuk do i menaxhojmë ne, pra të gjitha ato që keni dëgjuar që afera, korrupsioni, AZBR-ja, bien, po këto ndodhin me mua. Ka kaluar pra tek derivatet dhe të mira që sjell pasaporta europiane. Po pra, premton miliarda, pra, miliarda. Ndërsa nga ana tjetër, dhe diferenca që ka patur për herë Rama dhe doktori, për herë kanë patur këtë, është që Rama është i fokusuar tek mesazhi, ndërsa doktori është i fokusuar tek audienca. Pra dhe në parlament, Rama del dhe i qëndron vetëm mesazhit përsërit. Doktorit i fliste balla atje, dilte nga fjalimi që po mbante, i ftoshte ballën qartë. Më fal, ka ndryshuar. Sot është PD-ja që po shkon tek mesazhi, po shkon qytet në fshat dhe po thot programi ime. Këtë ja thash fillim, po. Rama është audienca. Sepse prekja e emocionaliteti, mënyra e spektaklit. Jam dakord. Rama një te mesazhi që nuk po çedon. Pika e parë që Rama nuk po çedon është te mesazhi që unë sapo shpjegova. Pastaj, pjesa tjetër që ka të bëjë me opozitën është fokusuar tek audienca. Pra, i jep mesazhin e tij të plot dhe derivatet e tij dhe pastaj futet tek çdo lloj audience duke bërë spektakël dhe duke projektuar opozitën siç ai do. Pra, në këtë kuptim mua më duket një fushat efikase për sa kohë edhe agenda publike dhe rrjetet sociale dhe mediat opozitare, le të them unë, turren pas gjërave pa thelb që thot Rama duke i amplifikuar mesazhin që do Rama. Një sekond. Ka kapur shumicën e medias që e amplifikon mesazhin? Apo janë këto që i shkojnë? Ka në 5% të medjave i gara. Edhe kjo dihet sepse është publike. Sot dy televizionet është quhetër kombëtare dhe pse audienca nuk matet asnjë dhe nuk dihet se sa i shohin ato. Po. Po ka shumë njerëz që mendojnë që ato janë televizionet të mëdha. Po. Tjetër pjesë e llumit kjo. Janë totalisht me regjit Ramës. Kjo dallohet, befton të shikosh emisione. Tema, titulli, të gjithë më fantomas, sumra, të gjithë. Jo. Tani, të ftuarit janë të gjithë kritik me qeverinë. Nga i parit e i fundit. Shiko rolin e moderatorit, mos shiko të ftuarit. Ftuarit neutralizohet mesazhi. Moderatori del keq për vete, kaq. Po nuk ka rëndësi, po. Dgjoj, o Floger. Opinionin e bëjnë opinionistë. Të lutem, se nuk e them për debat. Kjo nuk i takon ju fare, është pjesa ime kjo. Qartë. Janë këto të mija, një sekundë, Marsi, sepse duhet të bëjmë një gjiro dhe të kthehemi. Po më ndërpreju Flogerti që çfarë po thoshja. Ndjes. Jo, për mediat pra që mediat kombëtare. Po pra, duke pasur këto më vetë, ai e ka shumë të thjeshtë. Dhe gjithashtu unë them, pra bravo i qoftë, sepse luftë është kjo. Sot mediat mund të ishin me doktorin. E kemi thënë. Tani më fal sekondë. Instrumento armiq. Se ndërkohë, le të themi gjëra siç janë. Unë kur shoh vërtet që ky korrelon media sepse është mish kathët etj, mediat kryesore. Kur shoh ndërkohë se kush e mbron doktorit, është prapë Kutheret Qameti. Po. Le të themi këto gjëra. Pra nuk është shumë se doktori ka një grup gazetarësh, opinionistë etj që shkëlqejnë, që të lënë pa fjalë. Si 2005 nuk ka qenë Çili e këta të tjerë. Po për shembull, nuk di po Çili as krahasohet fare, po për shembull, është Kutheret Qameti. Pra, edhe në këtë plan nuk është tamam faj Ramsit. Po. Unë vot isha këtë do bëja. Drejt. Sepse jetojnë në një rajon ku nuk kërkohet të jenë demokrat, kërkohet të jenë thjesht stabilokrat. Kështu më duan amerikanët, kështu më duan europianët, unë jam dhe simpatik, diti bëj për të qeshur, mbaroj historia. Pra,
Le t'i heqin pak doreza tani. Po. Asaj, thuaje. E artikulimit Politikisht korrekt. Le t'i themi gjëra siç janë. Po. Pra, vërtet ky ka kapur gjithë mediat. Po ky tjetri, që ka më pak të pantikisht e cilësor. Unë kur shoh fytyrat që mbrojnë sot ose që godasin Edi Ramën, më vjen për të vjell, më vjen keq. Vjellje këtej, vjellje andej. Ndaj të kërkoj prap Ledios tani, që shqiptarët 11 maj në këto 2 javë mund të bëjnë diferencën. Mund të krijojnë një risi të papar, po të jenë pak të zgjuar dhe vota nuk shkon dëm. Dhe Ledio i cili tani po flet me kolegët e vet atje, me teknikët audio veti, i kërkoj vëmendje Ledios ta plasi edhe një herë. Ja alternativa në qoftë se doni vërtet jeni zhgënjyer dhe nuk doni më të keni të bëni me mashtrues të vjetër. Urdhë alternativa, shikoni. Është kjo tjetra. Këta të dy. Do thoni Arian pse s'kan nxjerr 3. Këta do të jetë më i të mërshëm se ta. Pse? Sepse këta do të marrin mesazhin që po dhunoje, prap të voton. Ajri që pret 3.000 qytetarë Tiranës. Shto fit. Po, vide, prap të voton. Ne jemi e para lagje e Tiranës, po si shumë të tjera për mungesën e trotuarëve dora në zemër. Po, largoja fëmijën nga dheu, prap të voton. Shkoni nga rruga Budi, shkoni gjithu. Shkoni trotuarët, drejtë të haj. Po, lëre me pension minimal që s'jeton dot, prap të voton. Nuk ti këtë lagjen e Evropë, a lagjen botë e me më shumë tërtine se sa lagja jo. Dhe ata do të shtypin edhe më shumë, sepse ju prap do i keni votuar. Frikësia oligarkëve, frikësia pushtetarëve korruptuar, kam grënë çdo plon vend. Të mos jenë me ata, po t'jemi ne. Po njeriu nuk kalon dot kur, prindi me fëmijë nuk kalon dot kur, qytetari i thjesht nuk kalon dot kur. Të mos jenë me ata, po t'jetë ndryshimi. Ata që në kanë vjetë diçka, ata që në kanë vjetë pasurinë e përbashkët, ata që në kanë vjetë parqe, trotuarët, huj, do ta vjetin ato pak që në kanë betur në qoftë se ne bëjmë gabimin, i votojnë përsëri. Hajde. Tjetrinia, e cila ka ide të reja, ëndra të reja, standarde të reja, tjetër ndershmëri. Po ja që kryeministri ynë, Rapush Rama, doli para disa javësh edhe tha që pensioni minimal do ta bëj 200.000 lekë. Do të votonit për këta, po apo jo? Po nuk mund votoni pra, sepse këta u kanë pa ilaçe. Sepse sot i rilogaritur minimumi jetik dhe pensioni minimal nuk mund të jetë më 200.000 lekë. Dhe kur shkoni merrni atë pensionin e ulët që su del për ilaçet, do të votonit, do t'i ndëshkonit, po apo jo? Po duhet jetë pak të 210.000 lekë. Kur fëmija ikën në emigrim, kur sa ervin dhe ikin i përthjuni me lot në sy, do t'i votonit, po apo jo? Jeta mësoj edhe këta. Ta ndëshkoni këtë klasë politike dhe... Unë e besoj. Se atë po mendoja tani, para se të bëjmë një pauzë të vogël. Po i thosha miqve të mi këtu, Flogerti, Sebastianit dhe Marsitit. Ore, imagjinoni për një moment sikur në 12 maj të kemi situatën që është Kosovë. Albin Kurti doli për tje parë, por nuk bën dot qeverin. Ndodhi edhe Rama. Imagjinoni se ndodhi edhe këtu vlla. Dakord më. Por pse më nuk do kishte frymarrje ky vend? Absolutisht po. Ore, do shikonin ca njerëz që do përballeshin vërtet vlla. Aman Flogert do thoshë, hajde me mua, të lutem Marsit. Dakord, unë jam i bindur që këtu do vërshonte edhe thesi madh me para, Po. se për shembull në Kosovë ai me sa duket nuk po i blen dot atje. Jo. Se ka as metodë. Atje vlla. Ose janë shumë shtrenjtë. Jam dakord unë. Po shqyqyti janë shumë shtrenjtë. Po dakord jam. Jam dakord. Ma të sa më shtrenjtë të shihesh për një copë bukë. Pra, dhe ajo, dakord. O Marsit, të njëjtën pyetje kanë dhe për ty dhe dua të kuptoj diferencën që ke ti midis Flogertit, ndoshta edhe Sebastianit. Çfarë nevoje ka njëri që del fitues sondazhe vlla, të bullizojë gjithë dynjan? Thot të flasi për çirik, për autik, ti thot bufti tjetrit, kënet tyre të tjerëve. Ku dëgjon, çfarë s'ka thënë, kupton? Çfarë është ky njeri më burr? Dhe kërkon mandatin e katërt. Për çfarë e bën më valla? Kjo dhe strategjia e komunikimit Çani ka dy anë, ka dhe anë pozitive dhe anë negative. Jepi. Anë pozitive janë një, mobilizon masat, të cilat e ndjekin dhe gjithmonë etiketimet përçmuese, denigruese dhe thyese, e mobilizojnë masën rreth liderit që kënaqen dhe kanë si një lloj kështu shijimi dhe gjithashtu është dhe një lloj simboli force. E dyta është sulmi është mbrojtja më e mirë, sepse Rama nuk ka se si të flasi as për programin ekonomik,
as për rritjen e rrogave, as për ndonjë rritje pensionesh, as për ulje të çmimit të energjisë elektrike. Po pse nuk ka bërë asgjë nga këto? Pse s'ka bërë asgjë nga këto, as për ulje të çmimit të naftës. I ka premtuar. As për sjelljen e ujit 24 orë që Ai thotë i kanë bërë. Dakor, as nuk ka folur për, po nuk ka bërë gjë. Është Ja, pritet të dëgjojmë mirë tjetër gjë çfarë bën. Ka premtuar ujë 24 orë dhe ka 2 Ato harroj ato, se ato e kanë pikë dobutun, ujë drita. Legalizimin e gjitha shtëpive që po ashtu ka 3 mandate që se ka realizuar, po ashtu demokratizimin e vetë partisë të tij, në cilat ka gati 12 vjet që s'bën zgjedhje. Fare ato, mos e fut fare, nuk më intereson ajo pjesë. Ama ka dhe anët e veta negative kjo lloj fushate. Pse? E para njerë, ajo që quhet votuesi gri ose i pa interesuar njerë, distancohet dhe hum. E dyta herë ka një trysni dhe intencion që ndjet kur u bë vota diasporës, vota parë që erdhe. Po japin ndjesinë qytetarëve që ju jeni të vëzhguar dhe ne dim votën që u hidhni. Blendi Klosi, po, sekretari përgjithshëm, dhe që nuk është e vërtet fatikisht. Po, dhe ka dalë ka thënë që ka ardhur vota para diasporës dhe kjo votë është për ne. Çfarë mundohet të thotë ai në nxeh? Po, te heqim dorezat, po. Ai ka thënë që shiko, votën që u do sillnin e dim dhe keni kujdes, ju keni familjar. Çfarë perle, çfarë? Or është e vërtet kjo Martin? Po, është me video. Blendi Klosi, është e drejtë? Bile se kemi bërë debate diku tjetër. Po e kupton çfarë bën më burrë, kupton sa bukur hapi ka thënë që vota e parë ka ardhur në Dibër dhe sipas patronazhistit ton është një votues i yni. Urdhë. Po është hapur ajo? Është hapur? Ga e din. Po ga e din. Dhe kështë dënueshme dhe ligjërisht. Publikimi i votës. Në lista që sjell partia që kush mund të jenë votuesit potencial, zotëria në fjalë është votues potencial i yni. Tjetra. Nuk kanë nxjerr fletën e votimit. Po dha vendi re para 2 ditësh. Intimidimi pa parë është pjesës tjetër. Ka folur dhe për nuditetin. Ai thotë nuditetin. Për nuditetin. Po, i thoshte të rinjve, shiko, po të klikoni emrin tim dhe të shkruani nudo, do shikoni fotot e mia në këto plazhet private që ju i dini, në qoftë se Edi Rama pra 12 vjetës liste për 1 milion pa punë, tash duket sikur po flet për 1 milion njerëz që do rinë lakuriç. Pra nuk do kenë as shtëpi, as rroba, as ushqim. Jo, të nxjerra nga konteksti janë të shtuar. Jo, nuk kanë nxjerra nga konteksti as pak. Mbase ai po i përgatit njerëzit që shikon, nëse keni pasur rroba, shtëpi, mbase mandati joni 4, duhet të që të përfundoni dhe pa rroba, dhe pa shtëpi, dhe pa veshje, dhe pa ushqim, sepse nuditeti këtë kuptim ka lakuriçsinë dhe jetën në natyrë. Po kjo është temë tjetër. Ja, i po thoshte që mua çfarë s'm kanë thënë dhe këtë dhe unë kam fituar sërish. Kjo është e nxjerrë nga konteksti. Do ta sjellë nga konteksti. Por ama ka diçka. Që nga antikiteti, me Diogjeni Sinopit, gjua e cila na temon këdo dhe sulmon këdo, bëhet zakonisht nga një subjekt ose nga individ i cili është i lirë dhe i pa lidhur me pushtetin. Për shembull Diogjeni çfarë bënte? Dilte me fener rrugëve të Athinës dhe thoshte po kërkoj njëri të ndershëm po s'po e gjej dot. Për treguar gjithë korrupsionin që kishte kapur në ato polisin e Athinës. Po ashtu thoshte një element shumë i rëndësishëm për gjithë liderët politikë, i cila nga greqishta e vjetër quhet Faresis dhe që është e folur e sinqertë. Ai thoshte nuk ka asnjëri i cili të marrë përsipër përgjegjësinë. Që të gjithë thonë justifikime. E njëjta gjë dhe me Ramën. A kemi pak të njëri që mas 12 vjetëve pushtet të marrë përgjegjësi për ndonjë ngjarje që ka ndodhur, për gjithë ata që kanë ngrënë dardha dhe figjë mbas shpinë, për çmimet e dritave, për çmimin e energjisë elektrike, për çmimin e rrogave. Politikani e merr te kutia e votimit. Ajo është metoda. Qëndron që e merr aty, ama nëse komunikimi me qytetarët bëhet sakt. Pse? Pra, ai po bën bën gabim si. I bie që mund të mbasi. Ne do të gëzojmë që ai po bën gabim. Unë po dekriptoj gjuhën sepse Nietzsche ka thënë, nëse pafitërsia s'merr pjesën e vet në tryeza asnjëherë nuk ka sukses. Ai bën shumë mirë që e luan kështu dhe me pafitërsinë e vet, po mundohet të marrë nga tryeza fitoren e tij. Unë po them si është e vërteta, nuk po them çfarë ndodh. E vërteta jote. Jo, kjo është e vërteta si masashtrisë time. Jo, unë nuk pretendoj që kam vërteta, po e gjykojnë ata që na dëgjojnë. Eksakt. Pjesa tjetër, nuk kemi vënë re që për gjitha këto 12 vitet kemi një bilanc. Sa e mori buxhetin, sa ishin vendet e punës, sa kanë qenë rrogat, cila ka qenë ekonomia, sa ka qenë GDP-ja, sa kanë qenë investimet, nuk kanë thënë as pak. Ne dëgjojmë, si gazetar është në lajmin çdo ditë. Rama del dhe ulëre, thotë e morën prodhimin 9 miliard, kam dëgjuar këto 12 vjet. Do të japë kam dëgjuar këto 12 vjet. Një sekond, mbaj këto që thos Flogerti që t'ja. Jo, mirë, patjetër. Unë kam dëgjuar këto 12 vjet Flogerti që ai vetëm justifikohet duke thënë. Edhe justifikohet vënë. Zotëria në fjalë thotë ka ngrënë dardha mbas shpinë. Zotëria tjetër në fjalë ka ngrënë mollën mbas shpinë. Zotëria tjetër në fjalë afiç mbas shpinë. Nuk flet askush për kostot e këtyre mollëve, dardhave dhe fiqve që i kalojnë 400-500 milionë euro. 11 maj më. Aty do jetë kostoja. Dakor, prandaj kemi këto gjëra që qytetari ti shikojë të gjitha qendrimet, shikojë gjitha argumentet dhe pastaj kur ta hedhë votën ta hedhë siç duhet. Qytetari me të gjitha sondazhet që kemi sot, me këngë dhe me valle, beson më shumë me Dramën se sa aty, mua, Sebin dhe opozitën. Kjo është si masteje, kjo është e vërteta jote.
Është e vërteta e sondazhit tonë, mo. E sonketës. Po të krahason me ne, sepse ne jemi askushi. Është mënyra e të thonit, ë? Pra, më shumë beson atë se sa sipas sondazheve. Sa lider në opozitës, pra. Por më fal, se sa liderat e rinj që s'kan patur ditë pushtet. Lëre liderin e opozitës që ka patur. Liderit e rinj janë surprizë në këtë zgjedhje. Urojmë. Pjesë e bukur është kur i shikon se si e detyron gjithë partinë e tij që dalin kërcejnë, këngë, vadhe, Konstitutim o zotri, bëhet që sharak merr votën kundër. Dakor, se shqetësohesh për Ramën, se kuptoj. Dhe se si drejtuesit e tij i bëjnë me shenjë të gjithë drejtorëve që kanë, pasuesve të tyre që hajdenin kërcejnë, se shqiptarët Rama. Vetëm se kam një pyetje. Një qytetar interesuar për politikën zotri, çfarë mesazhi merr nga këto? E kam shumë shkurt për njerëz të interesuar dhe për ta mbyllur, mua më kujtoi një narrativ. Është një narrativ filozofik e çan. Del ministri i brendshëm, ministri energjetik dhe ministri i drejtësisë. Ministri i drejtësisë ankohet që s'ka drejtësi. Ministri i energjetikës ankohet s'ka drita, nuk prodhojnë shumë hidrocentrale, ministri i brendshëm ankohet që nuk ka rent, nuk ka siguri, dhe di çfarë ngel? Çohet populli dhe i thot mos u mërzisni ju se e kemi fajin ne. Kjo është narrativa që mundohet kryej Rama. Pra, atë që duhet ta kishte vetë si përgjegjësi, ja përcjell këtyre çyrykëve. Mirë, po ai quhet me të drejtë sipas ti burrat shqiptar çyryk. Po pse janë çyryk? Dhe kush është çyryk? Ai ka dhe vetë familje, ka 2 djem. Cilët janë burra, njëri nga ta. Ka një vlla, janë çyryk nëse ata nuk e votojnë Ramën, dhe detyrohet ky njeri një ndjes të gjitha atyre burrave sepse kur Erion Velia i quajti dikur zdronca, çunat e Tiranës, i tha ikmër ti mos foli tha nëse kujtohet atëherë se me një deklaratë që bëre tha që gjithë ato vote tha se i quajte po tani ky vetë që po i quan këta burra çyryk. Po pse fiton prapë Marsit? Pse fiton prapë? A mundem çfarë? Edhe në bashki ka bërë po të njëjtën gjë. Edhe kemi kaq kohë që kemi. Sebastian, një sekondë i përgjigjes Rogerti dhe pastaj e ti. Rogerti, para të komprasësh, do të jap për qytetarët. Do të jap për qytetarët, ja, para të thuash ditë që më erdhi fjala. Po. Do të them për ata që na ndjekin tani. Përse fiton prapë, sepse edhe me të drejtë dhe unë e bëj, pyet çdo njeri e bën. Përse fiton prapë? Përse nxjerrin veksellatë sondazhet para? Fiton, më fiton. Një çudi e madhe është kjo. Çudia e madhe është kjo vëlla që vetë Ramsi para pak ditësh, dhe kjo në fakt po qarkullon gjithandaj nëpër korridoret e politikës dhe të mediave, është që nga 8 vjet që e kishte parashikimin, projeksionin e vetë ç'është 71. Kjo ka mbetur mister. Dhe të gjithë pyesin lart e poshtë, ç'a pati Rama, pse ulte 71-shi? Besoj keni dëgjuar apo jo? Po. Na, kishte 8 vjet fillim ashtu. Një kjo e para, e dyta. Le të themi disa të dhëna që nuk ndryshojnë, as nga ne këtu, as nga ai. Ndryshojnë dot tani këtu. Në Shqipëri, më korrigjoni nëse kam gabim, ka minimalisht 180.000 njerëz administratë. Jemi dakord? 200.000 aktualisht. Ka 200 aktualisht 230. Jo, me mjek, jo vetëm ta çojmë, pra me mjek se administrata është një gjë dhe mjekët e këta tjerët nuk futen te administrata, prandaj mjekët unë. E po pa ata shumë më poshtë. Je i sigurt? Po. Me mjek, me polic, me mësues, se futen atje. Po i fute ata shkojnë ato që thot Sebi, 200 ca mijë. A njerëz paguajnë nga shteti. Po brite ata janë poshtë 100.000. A njerëz paguajnë nga shteti. Sa janë? Flogerti thotë që ka treguar kujdes madh për shëndetësinë, për arsimin dhe i ka mbushur to sektor me. Nuk është puna atje. Vetëm ky nuk. Unë doja të mirë disa të dhëna. Nuk po thoja këtë fare. Berisha e ka lënë Berisha në 2013. Berisha e ka lënë në 2013 me rreth 140.000. Sot që flasim, Rama e ka me mbi 200.000. Dhe sot ne, më falë që po të nërpes. Më falë, herë 3 apo herë 4, sa ta vëmë për familje? Herë 2 për qef. Herë 2, që ti jemi prota. Bëjnë? Nga 200.000 shkojnë 400.000. Minimumi. Kam mësues që janë ka 30 vjet në punë. Ka mjek që janë 30 vjet në punë, ka policë që janë 30 vjet në punë, ka shkushtarak që ka si janë pak mo. Janë pak ta që thua ti këtë kategoria. Ta gjithë bashk bëjnë 100.000. Unë di që administrata i kanë gjepë. 8% e policisë dolën pension se ishin... Një sekundë, tani shifrat... Drejtuesit e policisë i ke patur ata që kanë drejtuar... Pensionistë sa ka në Shqipëri pensionistë? 600.000 plus 600.000. Plus 130.000 invalid. Ja 400.000 se ata janë përgjithsi dhe të majtë nga koha e Enverit e këto. Përgjithsi. Jo, për mendimin tim kjo është gabimi PD-s, sepse ato që në 90-ën u quan për të rëzuar komunizmin. Unë dua të nxjerr sportin sa ka Rama aktualisht. Rama, po të shkojnë nesër në zgjedhje, 600.000 ka nesër në mëngjes. Po. Pra Rama, nëse Berisha, po themi, e nis me 300.000, se nuk ka 500.000 Berisha. Rama e nis me 650. E kuptoni diferencën, valla. Pra, po nisën në betejë këta, valla, dhe njëri ka antitank, tjetri ka pistolete, do në tani avash. Ku të fitosh luftën? Do të thënë,
Se e kri d'avance, thonë francezët. Që kanë baruar. Janë sa vërteta që ti nuk du t'i thuar sepse janë fataliste për Po një sekundë pra. Ndaj, më lejo Sebastian, që Ledios t'i bëjmë një thirrje, që kanë një mundësi shqiptarë kësaj radhe në përgjithësi, nëse duan të bëjnë diferencën, nëse duan vërtet ta ndjejnë veten njerëz dhe jo, pra, mos e ndjejnë veten njerëz bazik që vetëm han, pinë dhe vjesin, po ta ndjejnë veten njerëz që kanë kontribuar në një ndryshim. Pse jo, ka shumë njerëz që kanë ëndër këto. Ore që vota ime ka ndryshuar diçka, më nuk ka qenë as kundër ti, as kundër atij, ka qenë pro këtij. A doni ta bëni këtë gjë? Shifeni, keni një mundësi. Ja, shikoni. 12 maj, po fituan këta, do t'jetë më i tmerrshëm se ta. Pse? Sepse këta do të marrin mesazhin që po, dhunoje, prap të voton. Ajri që fret 3.000 qytetarë Tiranës. Shto fit, Po, vide, prap të voton. ne jemi e para lagje e Tiranës, po si shumë të tjera për mungesën e trotuarëve dora në zemër. Po, largoja fëmijën nga dheu, prap të voton. Shkoni nga rruga Buti, shkoni gjithku, ndojnë trotuarët, drejtit e haj. Po, lëre me pension minimal që s'jeton dot, prap të voton. Nuk ti t'ket lagjen e Evropë, a lagjen vot e me më shumë tërtines e sa lagja jonë. Dhe ata do të shtypin edhe më shumë, sepse ju prap do e keni votuar. Frykësia oligarkëve, frykësia pushtetarëve korruptuar, kam ngrënë çdo plon vend. Të mos jenë ma ata, po t'jemi ne. Po njeriu nuk kalon dot kur, prindi me fëmijë nuk kalon dot kur, qytetari i thjesht nuk kalon dot kur. Të mos jenë ma ata, po t'jetë ndryshimi. Ata që në kanë vjetë diçka, ata që në kanë vjetë pasurinë e përbashkët, ata që në kanë vjetë parqe, trotuarët, huj, do ta vjetin ato pak që në kanë betur në qoftë se ne bëjmë gabimin, i votojnë përsëri. Hajde. Tjetë rinia, e cila ka ide të reja, ëndra të reja, standarde të reja, tjetër ndeshmëri. Po ja që kryeministri Rapush Rama doli para disa javësh edhe tha që pensioni minimal do ta bëj 200.000 lekë. Do të votonit për këta, po apo jo? Po nuk mund votoni pra, sepse këta u kanë pa ilaçe. Sepse sot i rilogaritur minimumi jetik dhe pensioni minimal nuk mund tjetë më 200.000 lekë. Dhe kur shkoni merrni atë pensionin e ulët që s'u del për ilaçet, do të votonit, do t'i ndëshkonit, po apo jo? Po duhet jetë pak të 210.000 lekë. Kur fëmija ikën në emigrim, kur sa ervin dhe ikin i përcjellni me lot në sy, do t'i votonit, po apo jo? Ne ta mësoj edhe këtë. Ta ndëshkoni këtë klasë politike dhe ta çani sistemin. Po pra, shumë nga ju me siguri pyesin vetë thonë Oçani, por mirë është të gjeti sot që ke nxjerr këta dy kundërshtarë, se fatikisht dy kundërshtarët janë këta. Po. E bukur është që njëri merr majtas, votat, tjetri merr djathtas. E drejtë. Në një farë mënyre, një njeri me tru në kokë thotë neutralizohet mesazhi. Që ju ta kuptoni tamam në fakt. Pse unë zgjodha që të jap Adriatik Lapajn dhe Arlind Qorin? Është fare e thjeshtë, o thashë miq vetëm këtu. Sepse nuk dua të bëhem pjesë e llumi tjetër që na hedh politika. Po ta vini re unë sot s'kam dhënë dhe nuk do jap në asnjë emision, asnjë video që ka të bëjë me llumin, qoftë nga njëra anë, qoftë nga ana tjetër. Nuk e di pse më pëlqen, vëlla, ndihemi pastër. Ndihem sikur kam një distancë gjanike. Ndoshta e kam gabim. Ajo higjiena që po flisim. Bravo. Dhe ajo që është më kryesore është kjo, që këta të dy, nuk kam një. Unë zakonisht nuk jam njëri që kam shpresë, shpresa është për njerëz të dobët. Po kam një ide që këta kanë për qëndrisin këto zgjedhje. Por edhe sikur mos jenë, këta në 2020, njëri nga këta do jetë kryeministër, vëlla. Do thonë Arian, për çfarë çonte 2020-a? Po, do ju çoj, sepse unë mendoj tani për ata që janë 15 vjeç, 17 vjeç, 20 vjeç, të cilët 2020-ën sa do jenë? Sa do jenë? Sa? 18 vjetë ndaj. Do jenë 30, 35, apo jo, Roger? Moshe jonë. Pra asgjë nuk janë. Ju kujtoni se ecën nga dal. Jo, ikën jeta shpejt. Ndaj po i jap këta. E para sepse duhet të bëj diferencën. Në këtë emision, deri në 11 maj, nuk do shikoni asnjë video nga llumi i gjithë bashkë. Këta të dy, jo se janë preferuarit e mire, se unë s'do votoj as për një as për tjetrin. Fare. Më thonë nuk dhja të votoj njerë, po kjo është tjetet dhe jo them datën 9 maj. Por, këta të dy, dua unë, bëjnë diferencën, vëlla. E di pse? Sepse janë kundërshtar me njëri tjetrin, kanë ide totalisht të ndryshme me njëri tjetrin. Janë dy figura të reja, janë pak a shumë moshatar.
Dhe këta janë, duam ne, do s'do Rama apo Berisha, dakord? Këta, duam ne, do jenë gladiatorët e anshëm. Këta do ndeshën me njëri tjetrin. Ka dhe një antinomi tjetër. Cile është mërësit? Njëri paraqitet si menaxheri i varfërisë, Zoti Qorri, i cili do menaxhojë varfërinë, kurse Tiku paraqitet si menaxheri i pasurive. Pra që do i çojë taksat, kontributet dhe gjithë ardhët e tja në vend e duhur. Edhe sikur t'jetë ka i bardhëzisa thua ti, ja vlen Baraqirana. Është antinomie e paparë. Kjo është dhe arsyeja sepse po i tregoj. Dakord? Që ti jemi të qartë. Një të shkurtër? Jo. Apo kalem të tjetra? Jo, e kishte... Apo kalem të tjetra. Më duke se... Jo, edhe Sebastiani foli po. Foli Sebastiani?